Ishte mirëdita dhe mirë se erdhën në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të rrëfehet në këtë studio një 56 vjeçar. Ai do të tregojë kalvarin e gjatë të problematikës që ka me të birin, u detyrua ta lindte në jetimoren e Vlorës mbasi u ekstradua dhe kreu 5 vite dënim në Belgjik. Menjëherë voglushi sapo lindi u braktis nga nëna, e cila për shkak të kushteve psikologjike e mohoi të birin dhe babai e ka rritur për një kohë të gjatë. Po përse nuk arrin mbas rikthimit nga Belgjika në Shqipëri të takojë të birin në shtëpinë e fëmijës së Vlorës, do ta mësojmë vetëm pas pak nëpërmjet rrëfimit të këtij 56 vjeçari. Fillimisht ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Arvisa Lula, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë me këtë histori. Jeta e Arben Barmashit është një dramë mbushur me lodh dhe dhimbje. Vite më parë u dashurua me Aishan në lokalin ku punonin të dy. Enrico ishte djali që erdhi në jetë nga bashkëtesa e tyre dhe për Arbenin ai ishte bekimi më i madh. Aisha ishte e sëmur dhe për shkak të gjendjes së saj tepër të rënduar psikologjike, ajo e mohoi të birin, nuk e donte, madje ka shkuar deri atje sa e ka hedhur edhe në koshin e plerave, kur ai ishte ende foshnjë. I gjendur në të tilla kushte, Arbeni e ka rritur vetë të birin. Në 2011, ai mori vesh se shteti Bel kërkonte ta ekstradonte për shkak të një çështje të mbetur pezull gjatë kohës që kishte jetuar atje. I detyruar ju lut nënës së Aishës për ta mbajtur Enrikon, por ajo nuk ka pranuar. Atëherë ju drejtua shtëpisë së fëmijës Vlorë, me shpresën se atje i biri do të ishte nën kujdes, në të ngrohtë dhe me ushqim. Ka bërë një deklaratë në të cilën ai thotë se ka pranuar ta lindte përkohësisht deri në momentin që do të kthehej dhe do ta rimerte. Pas 5 vitesh izolim, është rikthyer dhe me mall për të birin, ka telefonuar në shtëpinë e fëmijës Vlorë për të folur me të. Kjo bisedë rezultoi tronditse. Ai nuk mund ta shohë më Enrikon për shkak se ai është birësuar. Arbeni nuk mund ta pranojë kurrë si këtë fakt. Ai kërkon të birin, nuk e ka braktisur dhe betohet që do ta gjej e nuk do ta braktis kurrë atë. Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Le të urojmë mirëseardhjen menjëherë zotit Arben Barmashi, i cili do të tregojë hapasapi kalvarin e gjatë të kësaj problematike që ne kemi paraqitur nëpërmjet titrave tona përgjatë gjithë ditës në televizionin News 24, por edhe nëpërmjet kronikës së përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Arvisa Lula. Zoti Arben, përshëndetje dhe mirë se erdha. E shikoj që je mjaft i tronditur, megjithatë do jemi të gatshëm të dy së bashku për ta përballuar këtë transmetim të drejtë për drejtë, apo jo? Është një moment i rënduar psikologjik nga ana jote, kur mësove faktin se shtëpia e fëmijës së Vlorë të komunikoj faktin që djali është birësuar. Ndërkohë, për ta dëgjuar këtë histori dhe për të udhëzuar ligjërisht ashtu siç duhet, por dhe nga ana emocionale për të përballuar këtë moment të vështirë të jetës tënde, në krahun tim dhe tëndin është zonja Nexhi Beqiri, avokate. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. E fillojmë me një tronditje të jashtëzakonshme ditën e sotme për t'i dhënë kohë edhe 56 vjeçarit, i cili në një shok të madh psikologjik ka vendosur të thyej heshtjen. Të thyej heshtjen dhe për denoncuar pikërisht drejtuesit e shtëpisë së fëmijës së Vlorës. Megjithatë, deklarata që ai ka plotësuar kur është ekstraduar në Belgjik për shkak se kërkohej atje dhe ka kryer 5 vjet heqje lirie, është që djalin do ta lindte përkohësisht, sepse kjo ishte zgjidhja e vetme dhe më e mira e momentit në atë kohë. Por çfarë ka ndodhur në ta mësoj pas pak, por e shikoj që edhe ju edhe Anxhi Peza, përshëndetje, mirë se erdha në këtë studio. Jeni të tronditura nga ajo çfarë keni dëgjuar vetëm në këtë fillim emisioni. Këto janë histori që janë të dhimbshme për atë që i ka direkt, mbi të cilën rëndojnë. Ashtu si dhe zotëria që është këtu në studion tonë, i cili ka ardhur me shqetësimin për çfarë ka ndodhur me djalin e tij. Por me aq sa shohon në këto dokumentat paraqitura nga zotëria, unë ngre një problem i cili është i përhapur në Shqipëri, që njerëzit firmosin deklarata me mirëbesim të plotë, pa u konsultuar më përpara me profesionist, me njerëz të ligjit, pa qenë të vëmendshëm çfarë shkruhet
po thjesht një firmë dhe okej. Sepse faktikisht ka një problem shumë madhor, një kreç të madhe, të cilët unë do ta sqaroj më vonë. Më vonë sepse duhet dëgjuar zotëria. Ndoshta është manipuluar dhe ka qenë thjesht një përpilim të asaj deklarate fillimisht Gojazi dhe ai duke pensuar atë çfarë i kanë thënë mund të ketë firmosur dhe me të drejtë, sepse ajo është zbuluar paraprakisht edhe nga gazetarja përgjegjëse pikërisht se çfarë është shkruar në të. Ne duhet t'ia përcjellim zotit Arben se ku ka gabuar në përpilimin e kësaj deklarate, por do flasim hapasapi në krahun tënd Angela Peza edhe një herë përshëndetje e tronditur për shkak të kushteve psikologjike emocionale të rënduara të këtij 56 vjeçari, apo jo, dhe përpost gjendjes së rënduar edhe historia e tij e dhimbshme. Kështu duket sikur fati ka lozur me jetën e zotërisë edhe të djalit të tij. Sigurisht që ne nuk është hera e parë që kemi një rast të tillë ku prindrit të kërkojnë fëmijën e tyre pasi e kanë lënë për një periudhë caktuar kohore apo prej vitesh në shtëpinë e jetimëve dhe më pas të kërkojnë. Kur e kërkojnë, fëmia është i bërësuar dhe kjo sigurisht që sjell vështirësi shumë të mëdha në radhë të parë për prindrit biologjik që kërkojnë fëmijën e tyre dhe më pas atij fëmie që nëse zbulon të gjitha të vërtetat dhe rrugtimin e kësaj jete të vështirë të zotërisë dhe të nënës që zotëria thotë se ka braktisur, përbën probleme të mëdha psikoemocionale. Faleminderit Angji për të vazhduar me zotin Arben. Besoj se emocionalisht jemi mirë në këto momente për ta vazhduar rrëfimin i fortë si gjithmonë tek teleshikuesit tashmë dhe tek gjitha institucionet që mund të marrin në dorë fatin e djalit tënd, por edhe tëndin, zoti Arben, se keni ardhur këtu për të kërkuar Enrikon. Do flasim fillimisht si erdhi në jetë Enriko. Ai erdhi si fruti i një bashkëtese tënde dhe të nënës së Enrikos, por fati i këtij voglushi ndoshta ishte shkruar që në momentin që ai lindi, sepse nëna nuk kërkonte ta luante rolin e saj, mbasi kishte një moment edhe ajo të rënduar psikologjik dhe emocional. Si njohur me nënën e Enrikos? Me nënën e Enrikos jam njohur në stacion e autobusit në kombinat. Nuk e vetë shërbimi. Po? Po rrinë aty, vesh, mirë, mbajt. Më kërkoj një cigare. Vordoj, thash me zë. Ta, do m'japësh një kafe. S'ka përse, thash, direkt. Ullem dhe aty ke ish fatosi, ke vetë shërbimi, që ka qenë një pasiqerin në komunizmi. Ullem aty pim një kafe, më sjeroj këtu, puna. Ishe shumë e të rënditur, kishe shumë probleme me familjen e vetë, nëna vetë i kishte rënë me thikë, pse u vonove për punujti, sepse janë fshatare e Sunet të Kavajës. Pra është të njohur me këtë. Në momentin, unë të shi erdha me ekspulse nga Belgjika në 2005. Kur je larguar në Belgjikë? Unë kam ikë në 90 me ambasadat i pari. Në 90 e pari? Jam fut me IFën, me Yllë Mancakun, me 33 veta, bëra dhe burgat në Gjermani, u ktheva, i ka prap, regjistrova si Kosovar, mora dhe një vajzë këtu, që më kanë ardhur problemet, më ata nuk kanë nxjerrë mbjermin e asaj. Tash fajtor nuk jam unë, se dun gratona, striptiz e këto, mu flas pa doreza nuk ka. Edhe më kanë bërë mu fajtor tash. Ai po t'ishte vajzë e mirë, se u martu për zyti, ka pjetë tjetër, më intereson. Sepse e mbushi shpinë plot, ti di, mi mori edhe lekët e gjitha, çdo njeri që ka kapitalin e vetë. Edhe erdha të filloj një jetë normale këtu. Sakrifikove shumë për atë liri, je nga të parët që braktisë Shqipërinë, ke sakrifikuar vetën tënde, jetën tënde, për një jetë më të mirë dhe për një jetë më të lirë. Megjithatë, ndoshta nuk ishte ajo jeta që kishin ndërruar shqiptarët, sepse u përballe me një tjetër jetë po kaq të egër për te kufinve të Shqipërisë, dhe vendose të riktheheshe në Shqipëri. Po, sepse gabimet i shkela ligjet të kthejnë brapç, njeriu mundohet prap në mënyrën e tese. Vazhdova të bëj një jetë edhe këtu në Shqipëri, sepse shteti im është, tu kam lindur, është toka im. Vazhdova që gjithë njerëzit, një shok e kam në Francë, me bie emër Krasniqi, nuk kanë si më janë nxjerrë emri, ka pronat, ka gjitha, tha, zotni Celcat, magazinat, lokalin ja ku e ke, e bëri 50-60 mijë, dhe fillova punë. Edhe i thash Aishes, që u njoftën në 2009, thash, këtu këj lokali është lanë shoku ti merë, dhe shoku i
E pa, në rregull. Nuk është se nxora kamarere, banakere, ja. Të rinte, të lante, të fshinte, kur ishte lokali mbyllur. Ndarkët me muzikë, as të valtare, as nuk i bëja të gjone, no? Vazhdo më jetën ngelli shtatzane. Tha mo do t'a heqe, do t'a bëhe, jo e thash. I ka marrë 2 herë kam qenë Durrës, 500.000 lekë që ta ishtë një Enrikon, s'ma bënd të zemra. U të dëru lindi, pastaj lash atë lokal, edhe mora shpimi i qira, se kishim edhe dhoma private, është 1120 metra, si toke, ndërtesa, janë dhe këto 2 shek fleksja. Janë si pronar vipa, gjithë si vlezë, po më kanë respektu shumë. E marrë të shi ke lambi nota, si nuk kujtohet, në kombinat, ishë mapa mbrapa. Se ma bajt një qoku, tuk, më lanë një dhome guzhin, apër 80-60.000 lekë së kujtohet. Edhe fillova jetën, sepse do linde fëmijat, që të prisim fëmijën. Sa ishe thelluar në këtë bashkëtes tëndën, sepse po e rifilloj një bashkëtes në bas disa dështimeve për të kryuar një jetë tëndën, apo jo? Normal. Dhe pse vendose pikërisht nënën e Enrikos? Edhe e kam këshillu jashtë mase, jo do iki këtu, jo do bëja atje, mi për të shumë se kisha dhe moshe në asaj, me thonë drejtë. Sa vjeqe ishte? Po, në atë kohë ka qenë kjo 83, 2011. 87. E vogël. E vogël. Diku ke 27-28 vjeqe. Sa të lunin njerëzit me atë, unë e mlodha, me thonë drejten që e di gjithë kombinati. Thash, atri fëmis, tash ta mbledh. Prezentoj me familjen, shkova nejtë 1 javë, 2 javë. I thash nënës vetë, unë kam probleme, i thash që jam ndërnuan munges 7 vjetë. Kam dalë me kaucen, pagova 32.000 euro, dhe kam frek të shi që të bëj burë në këtë mosh, du që të mbledhe me gocën të atë. Bon një si tip shu, se bebi, kur shkova për atë, parë më respektum. Edhe kur e kuptova që erdi Europoli në 2011, në Kelagja 10, rruga Lil Bekas, aty e kam regjistrimin e babajt, nuk jam është shkluar nga babaj, edhe më tha një shok. Tha këtu puna, tha, kujdes se të kanë arë gjemarat për të kërkojnë. Largohem, mine rrita unë që e dërzova me deputet. U largova, u futan Kakavi në Kapshtic, më lanë, më votë më bullën, në Kakavi u skuq kompjutri, i e arrestuar për këtë arsye, Mirë, po flasim pikërisht për ndalimin tënd dhe si u larguat, si ishit në kërkim dhe pse kryet 5 vite heqje lirie në shtetin Belg, por do ndalojmë pak e ardhja në jetë e Enrikos, apo jo? Do flasim pak për këtë moment të vështirë, edhe me nënën e Enrikos, me bashkëtuesen tuaj, por edhe me vetë Enrikon, si e keni rritur ju deri në 16 muajsh, apo jo? Si erdhi në jetë Enriko? Ka ardhur me datën 1 nëntor të 2010-ës, po. Flasim pak për këtë moment. Lindi, Po? direkt nga marteniteti, e qova këna na vetë. Si mas traditave shqiptare. Po. Nejtë një 2 javë, 3 javë nejtë më të bashkë, sepse nuk din të ta lidhte, po dinja dhe unë, se unë kam rritur fëmi. Kam 2 fëmi, 33 dhe 35 kam 2 çuna në Francë. Dhe dinja dhe unë ta lidhë me lyreke, me këto të gjitha. Nëse në respektuan mirë, vazhdo pa, shkova u ktheva prapë shtëpi, fillova prapë punën. I thash, ti i thash do punosh ke lumturisë Zyka. Kishte një lokal të vogël me 5-6 tavolina, 5-6.000 euro, 4.000 euro, 7.000 euro, ti jetonte, që të ndihmonte dhe ajo fëmin, edhe unë në krahun tjetër, sepse fëmia nuk mbahet lokal me muzikë me 10.000, me 20.000 watt. Dakor. Vazhdo punën. Për momentin unë shkoj ishtë gjyshi i kalamajve të grusë parë, ke rruga Agji, Hysen Dalliu. Dhe pysë ato qunat e dajes, qova me djale se i kam një me depresiv, ka incident në vratë. Tha, këtu tha, do binë, tha, për 3-4 ditë, tha, ka dalë nga spitali, mos s'ki merak. Se kam atë qunë e madha, ishtë merak li mas meje, është i smur se e kam rritë vetë. Shkoj të okazi atje, vjen policia, bëm, ruzun tokë, hajdut më thamu me pistolet me maskë. Zotni thash që përboni. Më majte 27 ditë, burë pa fat, dola. Se nuk isha unë hajduti. I shpis, ke rrugë e trenit ishtë stacioni vjetë. Mua të kishtë ylla më kapë. Një 30-20 pole. Sa dhe gishtin më thënë. Pasaj tha shefi policisë në falë.
Qatë fali dhe Ndërkohë, çfarë ndodhte me Enrikon, që sa po kishte kjo ardhur një në muj, jetën me tash nënën e unë tij? 300.000 lek, i thash avokatit, qoja ishe kajës të jetoj. Leket që kisha. Po. Qovi 300.000 lekë, kjo mirë leket shkon në Tallava, fëmija vetëm, unë kam net ke rruga kam e yja, një zberisht. Po. është një kalibrazh ato, kanë të gocës, kanë një shtëpi 2 dhoma guzhim me qilpiç, me mur me qilpiç, s'm kujtohet rruga emri. Edhe pagoja shtëpinë 2 dhoma guzhim 150.000 lekë, ndrova nga llambi Bonota, shkova atje. Afër me pronaren lokalit të bashkëtorës time, dhe Aisha Kaja, që ta kontrollonte, ta shikonte. Edhe e marrë lume në telefon, ma ki kujdes se me dati se 7 dali, thash, pa merak, e mi papajsh. Po, shkoj ke quni gjaj se këti të familje Krasnigji, tha, Arbena edhe këtu, tha, pi një kafe. Gruaja të tha, nuk është tha për këtë punë, tha, sepse e tha ka ardha me kaq veta, me këtë person. Tash nuk janë nisë të filloj unë, gjelozin, kujtova se thash, është kthyer, tha mu, tha, e mori fëmijën e përplasi, kam dishmitar dhe në qunin e pronares, të Aisha Kajës, fëmijën e odhe Kazan Plere. Unë për ato momenti përshkojnë për mene furnizimi kur për këtheva, e mora fëmijën kam thrit një Spartak, ka qenë këtu e. Erdi direkt me makinë, edhe filloje duke fole Aisha Kaja, jo kjo kështu, jo kjo kështu, jo kjo kështu. Tha, zotni, tha, nuk është ta për medje kjo femër, tha, nuk është normale, tha, që kështu, tha, keqën vjen. Mora fëmijën, e mbajta sa e mbajta, u detyrova. Ky ishte edhe momenti kur ju dhe Aisha u divorcuat në kuptimin e mirëfillt të fjalës në një ndarje, sepse ju ishit thjesht bashkëtues, nuk ishit bërë martesë të rregull civile. Nuk kam bërë martesë. Po, si bashkëtues i thatë jo më njëri tjetrit dhe pse vendose ti ta marrësh fëmijën? Vendosa unë sepse unë kam rritë vetë fëmijë, jam babaj e 2 fëmijëve, ai që kështu për fëmijë. Ishte vetë Aisha që pranoi të mos kujdesej për Enrikon? Aisha tha shkruaj si dushi, tha noterit, po unë prapë thash një ditë fëmija ndodhe nënën. Po. Ja vetëm baban. Çfarë është shkruar në këtë deklaratë tek noteri që ju thoni? Për punë ushqimore, ekonomike, se mendova vetë që një ditë do rritet ky fëmijë. Po, dhe do ketë nevojë për nënën. Po nuk ka aftësi, sepse është shumë jo është thurë, po ja thot truni për momentin po, tikën mrapa kurrizit. Është e pabesë si femë. Të merr dhe lekët, leja stikun në kravatë dhe tikën. Megjithatë, në këtë periudhë kaq të vështirë ti je kujdesur 16 muaj për Enrikon. Derisa erdhi momenti i ekstradimit në Belgjik që ti e di, apo jo? Si ishte ky momenti? Ku e latë Enrikon, përse e latë? Si firmosët atë deklaratë që është në tryezën e profesionistëve? Në fillim unë diskutova me psikologin Megin. Është një firmë mbrapa i Sinjishit, kush është shtatzane humaniter me Amerikan. Po ky Amerikani ka dhe shpinë e fëmisë në Kiliqeni, Bobi, me gruan e vetë. Ka një 2-3 fëmijë edhe i, edhe më tha mu, tha fëmijë, tha lëre këtu, tha po nëzirë të që ti ka. I thash i nëzore dokumentat. Kur mendova vetë, thash ky musliman, unë musliman i thash, marrë fëmijë dhe pa qojë në Vlorë. E diskutova me Fatmir Nezën, me deputetin e Partisë Demokratike. Foli me ministrin edhe me këtë drejtorë ke shkolla Qemal Stafa, ja bëra dokumentat atje, morën telefon, pastaj unë nisëm mas 24 orëve, sepse ngela dhe dorëzova dhe shtëpinë, dorëzova dhe lokalin. Pra, rehabilituat fillimisht djalin tuaj me ndihmën e gjithë këtyre personave që thatë në shtëpinë e fëmijës Vlorë. Si u rehabilitua Enriko, a e dinte shtëpia e fëmijës Vlorë, drejtoresha dhe përpilimi i dokumentave që ti po shkoje për një afat kohor 5 vjeçar për të kryer dënimin tënd në Belgjik, do riktheheshe dhe do kujdeseshe për djalin tënd. Kush është kjo deklaratë notariale që ti beson se ke nënshkruar? Po, kam firmosur. Si e ke firmosur këtë deklaratë? E kam firmosur deklaratën, e çoj pa afat, e marr pa afat. E çoni pa afat? E marr pa afat. Po, ndërkohë, ju kishit edhe një deklaratë notariale me nënën e Enrikos, e cila ja u la për kujdestari dhe për rritje juve, apo jo? Këtë e paraqitët tek shtëpia e fëmijës Vlorë? Pse u përzjodh një shtëpia e fëmijës Vlorë? Duke qenë se ishte edhe Tirana, kishte edhe qytete të tjera, Saranda, Shkodra. Unë mësonte punë katoliku, për kjo sepse e ka nënën muslimane, ashtu jam edhe unë vetë, gjithashtu. Edhe thash ta çojmë për më mirë. Ti pate disa takime me drejtuesit e shtëpisë fëmijës në Vlorë? Vetëm me drejtoreshën. Vetëm me drejtoreshën. Sa takime pate? Një takim kam. Një takim. Çfarë bën në atë takim? Mori një libër,
Ja dhash robat e djalit, deri në më falë bribilinat, ja dorëzova, ja dhash librin, ja dhash certifikatën, ja dhash fotokopit e pasaportës, të nënës të Enrikos edhe fotokopin e pasaportës. Firmosa, pa problem, tha, kur të mbarosh ti problemet e tuja, tha, i thash, do rri, thash, maksimale 6 vjetë. Se kam qenë me kaucion, dola, që erdha, i rëshqita i ka Belgjikës. Për momentin erdhen këtu të kërkojnë atë. I thash, do dërzojnë vedi, thash, nuk kam qa me bëj, thash, unë s'kam ku ta lej fëmin, motrën e kam këtu, pa dhaja me shmi me qera me 2 vajza, pa dhaja ka probleme, ka iq veshkën, edhe i thash vetëm, familje Barmashi, Miranda, edhe ka 2 fëmi, falë, Jessica Skura dhe Malvina Skura. Përveç se këtyne 3-ve, mos prana asnjë për të këmi. Dakord, i shkrujti, i mbajtin liber, unë nuk kam se të gënjej vetën time. Megjithatë, ju keni plotësuar një deklarat notariale me shtëpinë e fëmijës me drejtorishën vetë? Jo, asnjë deklarata është bërë në Ministrinë e Socialit. Në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinis. Po, qendri sociale ke shkolla që Mastafa ke Zoguzi, lartë, nuk e di harrova emrin 4. Atëherë e keni bërë ke shërbimi social? Bravës. E keni bërë ke shërbimi social? Ishin ca gratje, ishte edhe një drejtori, firmosa atje. Për para se takoj drejtorishën, në shtëpinë e fëmijës Vlorë nuk e bërë asnjë deklarat. E ke bërë gjithmonë në shërbimin social, apo jo? Shërbimi social. Aty ka pasur staf të madh, thoni ju, megjithatë, kush është bashkëbisedimi me punonjësit e shërbimit social? Mu më doli drejtori me ato punëtorët, më dha dhe një qesë me Bebelina, tha kele, kam i thashëm, ka dhënë Fatmir Neze, i thash, 20.000 lekë, do të hypi direkt autobusit, ka qenë ora 11, diçka e tillë, të nesmen, kam fletë ke një shtëpi e shokut tim, e lava e shplava djali, i mora dhe robat me vete. Mirë, në shërbimin social ti ke plotësuar një deklarat sepse është shumë e rëndësishme kjo. Ban mend çfarë ke nënshkruar Arben? Kam nënshkruar për kujdestarin, kam edhe një ke stadium i Dinamo, një bjonde, po të shkoj tani, në kujtoj, është një firmë shoqati që ndihmon këto fukarajt fëmijë. Më ka ardhur, më ka pak urrinja, edhe më tha që fëmijën tha do ta mbash vetë, do t'i lidhi me social, 90.000 lekë. I thash jo e kam mjegi, i thash, 2 muaj mora djalit, i shkëputa, sepse do të tregosh të vërtetën, nuk kam si të marrun lekët e fëmijës, ti ai ti pi. Megjithatë ajo shoqat ne po flasim gjithmonë për institucionet shtetërore, atë çfarë ti ke deklaruar në shtëpinë e fëmijës së Vlorë, por edhe përballë shërbimit social. Përballë shërbimit social ke plotësuar një deklarat. Deklarata është pikërisht në tryezën e profesionistëve tanë. Nuk e di e ke lexuar apo nuk e ke lexuar, megjithatë deklaratën ke noteri e kam lexuar dhe unë vetë. Thjesht një nga pikat që ti ke nënshkruar në atë deklarat, ndoshta ka penalizuar dhe a ke qenë në dieni apo nuk ke qenë në dieni, ne do t'i rikthehemi pas pak. Po, ti ke qenë aty, por kam dhe dishmitar. Më thuaj që unë nuk e kam dorëzuar për gjithmonë djalin. E kam dorëzuar vetëm për një afat kohor dhe shërbimi social dhe shtëpia e fëmijës së Vlorë e ka ditur situatën në cilën ti ndodhesh. Enrico i braktisur nga nëna me një deklaratë që e keni bërë ju si bashkëtues, ku zonja ta kalonte ty. Por ti, aja ke kaluar shtetin me të drejtat plota për birësim apo jo, do ta zbulojmë pas pak, Arben. Do ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi më njëherë. Ne jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt, po flasim për birësimin e një djali vetëm 6 vjeç, babait të cilit është me mua në këtë studio, po tregon rrethanat se si është braktisur fillimisht nga bashkëtuesja, nga nëna Voglushi dhe më pas ka qenë në kujdestarin e babait nëpërmjet një deklarate notariale që është në tryezën e profesionistëve në dorën e avokates Nexhi Beqiri, por zotria ishte detyruar të rikthehej në Belgjik, të bënte një dënim në shtetin belg prej 5 vitesh dënimi, e ka kryer, është rikthyer në Shqipëri, por përpara se të largohej për të kryer këtë dënim në shtetin belg, zotria deklaron që e ka dorëzuar në shtëpinë e fëmijës në qytetin e Vlorës. Situatën familjare të fëmijës, të foshnjës së vogël, sepse djali aktualisht është 6 vjeç, të gjithë e kanë ditur që nga shërbimi social e deri tek shtëpia e fëmijës, të paktën këto janë deklaratat e 56 vjeçarit në studion e emisionit Me zemër të hapur. Por çfarë ka ndodhur do ta mësojmë vetëm pas pak nëpërmjet jo vetëm rrëfimit të zotit Arben, por edhe të lidhjeve tona telefonike me të gjithë institucionet që janë në dieni se çfarë ka ndodhur me Voglushin. Zoti Arben, ju deklaronin që me datën në fillim të dhjetorit të këtij viti ju jeni rikthyer në Shqipëri, në atë. Por keni mbajtur një korrespondencë edhe në kushtet e izolimit, jeni interesuar për djalin? Kam çuar letër në shtëpinë e fëmijës së Vlorë, nuk më kanë Kur, mbas sa kohësh e ke dërguar?
Por 4-5 muaj një nisa në Greqi që neta 45 ditë që Po, ekstradurën me avion. po. Çdo vit 2-3 letra, 4 letra kam Të çuar. kthehej një përgjigje nga Asnjë shtëpi? përgjigje. Asnjë përgjigje. As ke motra që çonja, as një përgjigje. Ndërkohë motra juaj dhe mbesat e tua janë interesuar se ishin këto Janë të interesuar. vetmet që do interesoheshin për djalin. Janë interesuar në shtëpinë e fëmijës? Janë interesu, kanë marrë në telefon dhe i ka thënë që fëmija është birsuar, ka 1 vit. Kur e kanë mësuar këtë fakt? Jo, dua të di, nga momenti i ekstradimit tënd dhe deri në momentin e birësimit, është interesuar motra juaj dhe mbesat e tua? Pa. Janë interesuar, kanë shkuar, kanë bërë takime me Jo, djalin? takim nuk kanë bërë, sepse ka qenë... Po si interesoheshin, vetëm nëpërmjet lidhjeve të telefoni. Vetëm Numrin e ka pas me 20, jo? Dhe motra ime ka bërë operacion veshkën, e plus me azotemie, ka shumë Me hallët dhe me problemet e saj. Dhe ka frikë tash për punën e fëmijëve të goca, ti mban aty. Po mirë, përpara se të birsohej djalin, nuk ishte paralajmëruar motra jote? Sa shpesh telefonon të hallaj djalit në shtëpinë e fëmijës? Nuk e di, ajo thotë që e merr një herë në vit, një herë në 6 muaj. Njërë në 6 muaj dhe njërë në vit. Një në 2 vjet. Tani para se të vinja unë e kishte marrë në telefon, fëmija është birsu kjo së më tregante. Kur e gjeti pastaj, mbese ime me email adresën e asaj, Po? u mora unë telefon, direkte, mirë dita. Jam shtëpi e fëmijës drejtorisë, po, gëzohemi, thashë, si e kalon, kërkoj një fëmijë, thashë, se jam babai i Enrico Barmashit, ta kam sjell vetë, thash, në fillim të qershorit, Po? dhe dua që të bëj një vizitë dhe të bëj bashkëtesë prapë me fëmijën time. Ose një tha ti e kujtu shumë vonë, tha, mos më bë presione, mu tha, tu unë u preva, mos më bë presione. Nuk e di, a ishte në depresiva, jo, do isha unë. Për kallëzimin që unë po të regoj, të mam realitetin. E kam e tinqizume, e kanë besët. Po? Tha mu tha, i kam ku dush, mja tha të ka ikë. I thash, më vje shumë keq, i thash, për këtë përgjigje që ti po mjepi, i thash, nuk është arsyeshme, i thash, shumë mizerje përgjigje, i thash. Prama mbyllë telefonin, se mora ma. Po? Jo ishte i gjithë. Se thash, po mbon në modifikim në i gjë. Ndërkohë ka qenë kjo drejtoresh që ju telefonuat? Po. Është e njëjta dhe... E njëjta, edhe nga zëri, e njofta nuk jam taku gojarisht me atë. Megjithatë ju thoni që kam dërguar shpeshherë letra, Pa. 3-4 letra, për gjatë 5 vite e gjysëm vuajtje dënimi. 3 vjet e para kam çu letra. 3 vitet e para ke çuar letra, më pas i ndërpreve se nuk të ktheheshin përgjigjet e këtyre letrave. Kena pas edhe telefon ilegal me Facebook e me gjithë. Po? Nuk e gjenim dot shtëpinë e fëmijës Vlorë. Nuk e gjeni dot. Je interesuar, por nuk e pasur Kam dishmitar, tjetri është akoma në Hamburg, një shkodran. Dhe ai i kërkonte, Arben tha na së mënyrë. Nuk po i gjejmë dot, tha. Në qoftë se realiteti është ky, Arben dhe djali mund të jetë birsuar në mënyrë të drejtë apo jo, do flasin ekspertet pak më vonë, do doja të dija një mendim tëndin, çfarë do bësh? Por mu nuk është normale birsojnë një fëmijë pa qenë babaj edhe nëna. Për mu është një mizeri, një skandalos. Unë ja thash drejtë, në qoftë se ju s'keni bukë e gjellë, merë Miranda Barmashin, ja thash edhe numrin e telefonit, e vjen e merr ajo fëmijën, i thash. Pagon 200-300 lek taksi, edhe fëmija, sepse unë e ka qovat e motra nuk rritë për qamet, e ju mësu me erën time. Një kopje të deklaratës që ti ke plotësuar në shtëpinë e fëmijës Vlorë, por edhe përballë shërbimit social, thoni ju. E keni? Sepse unë kam vetëm deklaratën që ke bërë me... Nuk e kam, se dërsova Fatmir Nezën, deputetin e kombinatit. Ishtë zjarfikset, a i ka vilën. Aty, unë shkoj, ja marrë numrin telefonit, Fatmir Neza gjehet edhe në Facebook. Zoti Fatmir mund të jetë interesuar për të përkujdesur, për të gjetur shtëpinë e fëmijës, por ai nuk ka asnjë rol në gjithë këtë që ju po thoni. Jo, rol nuk ka, ai më ka dhënë shumë ndihmë të madhe. Po ju pse nuk kërkuat një kopje? Një kopje e mbante shërbimi social apo shtëpia e fëmijës Vlorë? Dhe një kopje mbani ju. Sepse ju thoni i kam deklaruar që po shkoj të kryej burgun dhe do ta lë përkohësisht. Ku është kjo deklarat? Që ti thua e kam përkohësisht, djalin e kam lënë atje. Deklaratën e lash, atje kisha besim, mu duk shumë ai zotnia shumë. E ke lexuar që ke shkruar përkohësisht? Po e lë vetëm për një periudhë kohë sa të kryej dënimin. E bëri me kompjuter dhe pash firmosën në rregull. Ajo është edhe në forum. Ajo ngelet 20-30 vjet në forum. Megjithatë, ju thoni që ka qenë në zonja Olta Ganaj, drejtoresha e shtëpisë fëmijës Vlorë, që është aktualisht.
Ajo është akoma. Ajo është akoma që ka qenë edhe përpara disa kohësh. Apo jo, më duhet të bëj një lidhje telefonike me zonjën Ganaj, nuk e di në qoftë se regjia ka gati këtë lidhje telefonike, ndërkohë që para pak minutash, gazetare dhe psikologi Arvisa Lula është lidhur me zonjën Olta Ganaj dhe na ka premtuar që do jetë pjesë e emisionit Me zemër të hapur përbalë pretendimeve të Arben Barmashit. Ndërkohë që ne telefonojmë në këto momente, zonja Olta nuk po na hap numrin e saj të telefonit, le ta dëgjojmë të gjithë. Live drejt për së drejti, sinjalin telefonik. Atër ju lutem regjia. Të bëjmë të mundur pra këtë sinjal, po? Bie dhe telefoni zonjës Ganaj. Po? Të shpresojmë që zëri i zonjës Olta të jetë drejt për së drejti përballë pretendimeve të Arben Barmashit, i ftuar dhe personazh. Zonja Olta, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Evisa Meti, drejtuese e emisionit Me zemër të hapur. Keni folur para pak qastesh me gazetaren Ervisa Lula për të na dhënë një version në lidhje me birësimin e një djali 6 vjeçar me mbiemër Barmashi, babai i cilit është me mua në këtë studio. Po, përshëndetje të gjitha. Përshëndetje. Ndërkohë që donim të dinim në lidhje me situatën ligjore të Enrico Barmashit. Atëherë, unë po ju bëj një rezumet të shkurtër të ardhjes së fëmijës në institucion deri në momentin e birësimit. Atëherë fëmija ka ardhur me shkresë nga shërbimi social shtetëror, me një vendim pranimi në institucion, në datën 6/10/2011. Dhe ndërkohë, në këtë institucion nuk është paraqitur asnjë familjar i tij që nga momenti i ardhjes që të interesohet për këtë fëmijë. Ndërkohë, vlen të theksohet se fëmija ndodhet në certifikatën familjare të nënës, Emanuela Kaja, më para e ka patur emrin Aishe Kaja, se pasi e ka ndruar nga të dhënat tona zyrtare, dhe në maj të 2014, duke mos patur asnjë lloj interesimi nga asnjë nga familjarët e fëmijës, si nga ana e familjarëve nga Jati, ashtu edhe nga EJM, institucioni ka bërë një kërkesë gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë për shpalljen e braktisur të fëmijës Enrico Barmashi. Normalisht baza ligjore është ligji numër 9062, datë 8/5/2003, neni 250. Për shpalljen e braktisur të fëmijës Enrico Barmashi, i cili nuk ka asnjë interesim të dukshëm nga ana e familjarëve të tij. Ishe shumë e qartë zonja Olta, ju dëgjoj, atëherë mund të themi që nga maji i 2014 deri në dhjetor të këtij viti, ne kemi bërë gjitha procedurat nëpërmjet gjykatës, madje kemi patur të pranishme edhe maman e fëmijës në një nga këto seanca, ku është deklaruar për çfarë është thritur, dhe kjo ka ardhur në institucion për herën e parë dhe të fundit vetëm me kërkesë fletësirje të gjykatës së rrethit gjyqësor Vlorë, dhe pavarësisht se nga deklaratat e saj që do interesoj për fëmijën, nuk është paraqitur në mënyrë absolute në asnjë moment tjetër për as edhe në seancat e ardhshme për të takuar apo për të kërkuar marrjen e fëmijës në kujdestari nga ana e saj. Pra, i kemi një periudhë 7 mujore të gjykatës edhe të institucionit i cili ka paraqitur dokumentacionin sipas ligjit, ku nuk kemi patur asnjë lloj interesimi të paktën nga ana e të jemës, meqenëse atë kishim mundësi që të kontaktonim. Zonja Olta kërkoi të bëj disa pyetje, referuar gjithçka çfarë ka treguar babai i këtij 6 vjeçari në studion e emisionit Me zemër të hapur. Në institucion Enricon, kush e ka sjell? Në institucion e Enricon e ka sjell Jati, por që nuk kemi asnjë lloj në librin institucionet e përkujdesit shoqëror kanë një libër për interesimin e familjarëve për fëmijët e tyre. Jo, duhet që keni qenë ju drejtoresh në atë kohë, apo jo?
E ka sjellë jati, thoni ju, apo jo? Me të gjithë dokumentacionin e plot, se ju thatë pak më përpara, që Enrico rezulton... Dokumentacionin e plot, po, e ka patur dokumentacionin e plot, pasi ka ardhur me një vendim të shërbimit social shtetëror. Atëherë, certifikata e Enricos në bazë të asaj që ju thatë pak më përpara dhe rezultonte në trungun familjar të nënës së tij. Po, edhe në 18/4/2014 që unë kam certifikatat më të reja, pasi më duheshin dhe pranë gjykatës së rrethit të gjyqësor Vlorë për të paraqitur, që është në gjendjen civile të Emanuela Kajës. Po, atëherë, mund të më thonin pak më përpara, ju ja pranuat zotit Arben Voglushin vetëm 7 muajsh në shtëpinë e fëmijës që ju drejtoni, dhe certifikata ishte në trungun familjar të nënës, nuk e pyetët Arbenin, ku gjendet nëna, përse ka braktisur nëna, a kishin një kontratë notariale dhe a dorëzuar një kontratë notariale në shtëpinë e fëmijës, pse nëna e kishe braktisur dhe babai po e sillte? Atëherë, kemi një deklaratë notariale ku kanë firmosur të dy prindrit. Po. Edhe Arben Barmashi, edhe Aishe Kaja, që quaj në atë kohë jëma, ndërkohë që quhet Emanuela Kaja aktualisht. Po. Kemi një deklaratë notariale të dyve, të cilët kanë patur një bashkëjetesë midis tyre dhe jo një martesë ligjore. Dhe nga kjo bashkëjetesë ka lindur fëmia i tyre Enrico Barmashi, të cilët si prindër të nisur nga pamundësia e tyre ekonomike, kanë vendosur të lënë fëmijën në shtëpinë në institucionin e përkujdesit social, madje se nuk është specifikuar shtëpinë e fëmijës Vlorë, pasi shërbimi social shtetëror e përcakton më pas sipas afrimit. Kjo e përcaktuar për një periudhë kohe, sepse flitet për shkaqe ekonomike. Për një periudhë kohe po e linin apo? Atëherë, të lexoj sipas deklaratës notariale që unë kam para, i bie që ne si prindër të ti, nisu nga pamundësia jonë ekonomike, kemi vendosur të braktisim fëmijën tonë dhe ta vendosim fëmijën në institucionin e përkujdesit social. Kjo është fjala të deklarata notariale. Po, të braktisim fëmijën, por të përcaktuar për një farë kohe, apo jo, zonë Olta? Në momentin se kemi, duhet të ndajmë diçka ju lutam. Në momentin që kemi deklarat notariale dhe nuk e specifikon që e lë fëmijën për një periudhë kohe, por e specifikon të braktisim fëmijën tonë. Braktisja normalisht nënkupton që këta prindër nuk kanë më të drejtë mbi këtë fëmijë deri në momentin që të bëhen të gjitha procedurat ligjore. Jeni mjaft e qartë, këtë deklarate kemi dhe në tryezën e profesionisteve tona? Edhe pse mund të them që nga ana e institucionit është pritur për 3 vjet që ky fëmijë të ketë interesim. Mirë, zonja Olta. Që nga 2011 që ka ardhur fëmia në institucion, deri në 2014 që kemi filluar neve procedura si institucion të kërkojmë deklarimin e braktisjes të fëmijës Enrico Barmashi, janë 3 vjet që në këto 3 vjet çfarëdo lloj familjari i cili mund të kishte një lloj autoriteti. Zonja Olta, jemi e qartë në këtë pikë, keni përsëritur disa herë. Por zoti Arben pretendon që përballë jush në momentin e lënies së Enricos në institucionin tuaj, ai ka deklaruar që unë po e lë fëmijën tek ju për një farë periudhe, sepse kërkohem në shtetin belg dhe do shkoj të kryej dënimin në Belgjik. Jo, kjo pjesë nuk është që kërkohet në shtetin belg, jo. Pra, përse po... Jo, kjo pjesë, tani gjitha gjërat I kemi me të shkruar. Jo, në di që kam me të shkruar? Funksionojnë me dokumenta. Por kam fjallën tuaj përballë fjallës Arbenit. Arbeni thote, dorëzova djalin, mbasi kisha bërë deklaratën me bashkëtuesen time, sepse ajo e ka braktisur që në moshë të vogël dhe e lash për një periudhë kohe, sa po të rikthesha dhe të kryeja vitet e dënimit. Ndërkohë që ju deklaroni krejt të kundërton, nuk ka pasur këtë bashkëbisedim midis jush. Ju nuk keni ditur se ku ka qenë Arbeni. Jo. Arbeni thonë po. Atëherë, para se të nisja këtë në kërkesë për deklarim braktisja, unë kam edhe një shkres që I kam drejtuar drejtorisë rajonale të policisë kufitare dhe emigracionit, ku kërkoj vendodhjen e shtetasve. Dhe si pas kësaj deklarate, shtetasi Arben Xhelal Barmashi, datindjes 3/3/1960,
Daljen e fundit nga territori i Republikës së Shqipërisë e ka në 21/10/2011. Pra, shumë pak ditë pasi ka lënë fëmijën në institucion, se zotëri ka dalë nga... Po pra, kjo ka qenë arsyeja pse ka sjellë edhe djalin tek ju. Megjithatë ju më vonë të keni bërë një diskutim të tillë. Okej, në këtë pjesë nuk e kemi diskutuar bashkë, por që dhe nëse do e kishin diskutuar, ne funksionojmë me dokumentacione dhe unë nuk kam asnjë lloj të dhënie ku fëmia është takuar nga familjarët e tjerë, ku ka patur një autorizim qoftë nëna, babai, motra i zotit Arben. Zonja Ganaj, Arbeni pretendon që gjatë viteve të izolimit në 3 vitet e para, nga 2011 dhe deri në 2014, ai ka dërguar vazhdimisht letra pranë institucionit tuaj që nuk ka marrë asnjëherë kthim përgjigje mbrapa. Nuk ka mbritur ndonjë letër nga Belgjika dhe interesim? Atëherë, në gjithë të interesim, unë e kam deklaruar dhe në vendimin e gjykatës, ka ardhur vetëm një letër dhe nga ana institucionit është dërguar një letër prapë për zotin Barmashi dhe e cila është rikthyer. Nuk ka vajtur në destinacion. Dhe unë e kam të specifikuar dhe në vendimin e deklarimit të braktisjes të fëmijës në gjykatën e Rrethit Vlorë. Por kjo nuk mund të thot absolutisht asgjë, pasi zoti Barmashi duhet të kisha autorizuar një nga familjarët e tij për të ardhur të takonte fëmia. Atëherë, janë interesuar halla dhe vajzat e saj? Nuk janë interesuar. Mirë, gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore për birësimin e këtij voglushi, duke qenë se je interesuar dhe i ke çuar dhe zyrës e migracionit dhe të kufirit dhe ju ka kthyer përgjigje që ka qenë izoluar në Belgjik, zoti Balmashi? Nuk keni ditur ku gjendej babai? Nuk keni asnjë lloj informacioni nga shteti shqiptar? Jo, nga shteti shqiptar vetëm i kam kërkuar hyrje daljet e personave Arben Barmashi dhe Emanuela Kaja. Vetëm këtë lloj lëvizje kam kërkuar. Sepse ai është ekstraduar, zonjë, Europoli e ka kërkuar në Shqipëri, shteti shqiptar e dinte që u ekstradua ky shtetas shqiptar, është i izoluar dhe në kushtet e izolimit duhet ishte pyetur dhe babai, apo jo? Normalisht duhet ishte pyetur, por në momentin që unë nuk kam asnjë të dhënë dhe nuk kam patur asnjë lloj komunikimi. Atëherë si mund të bëhet një proces birësimi i cunguar kur nuk pyetet babai? Më vjen keq zonë. Kemi patur prezent të jëmën e fëmijës. E jëma e fëmijës ka plotësuar një deklarat me babain, ku e linte në institucionin tuaj. Është pyetur nëna, po pse nuk është pyetur babai? Ku shteti shqiptar e dinte se ku gjendet 56 vjeçari? Vetë shteti shqiptare ka ekstraduar në Belgjik, të lutem zonjë. Po kryen të dënimin, prandaj ka mbritur djalin në institucionin tuaj. Edhe në kushtet e izolimit, zotëria duhet ishte pyetur. Shteti shqiptare dinte se ku ishte Arben Balmashi. Shtetasi i vet. Prandaj po ju pyes, ju e keni pyetur, ju ka mbritur një shkresë nga institucionet shqiptare që zotëria ishte izoluar? Nuk kam një shkresë të tillë. Nuk e një shkresë, por zotëria është rikthyer me datën 1 apo 3 dhjetor? 3 dhjetor dhe kërkon djalin. Pra zotëria ka shumë të drejtë të di se ku është djali dhe pse nuk është pyetur. Megjithatë, në këto momente, ndoshta nuk jeni ju personi përgjegjës ose edhe mund të jeni personi përgjegjës, por nuk e di paneli profesionistëve për t'i bërë zonjës Ganaj pyetje. Fillimisht me avokatën. Po avokatën. Jo, thjesht zonjë në certifikatën familjare të Aishës apo Emanuelës është shkruar atësia? Po, është shkruar atësia. Unë mendoj që rregullat i kanë zbatuar, problemi qëndron në... Shteti shqiptare ka ditur dhe gjatë procesit, ashtu siç është pyetur zonja, edhe pse ka braktisur, duhet pyetur edhe zotëria. Duhet pyetëshe... Aq më tepër që është ekstraduar dhe shteti e dinte se ku ishte. Një problem ka këtu, se unë duam të jem e drejtë edhe shumë e sinqertë. Mirë, me pyetjet njërë, pastaj japim mendimin. Me pyetjet, se na duhet të lidhemi dhe me institucionet tjera. Sepse problemi me vërtet që ato kanë marrë vesh që ka dalja e fundit e Arbeni nga Shqipëria, por përderisa kanë marrë një letër
edhe e dinin adresën, që se ka shkruajtur nga qelit e burgu të Belgjikës, atëre këto duhet komunikonin me drejtorin qendrës Pra një letër ka mbritur dhe përgjigje nuk është kthyer asnjëherë zotërisë. Nuk është kthyer përgjigje. Pra interesim ka pasur. Zonja e ka kthyer përgjigje, por i është refuzuar, domethënë është kthyer mbrapsht, duke ditur që ishte diku, domethënë, dhe ndoshta e ka shkruajtur eksakt adresën, se di se sa ka qenë i sinqert për t'i thënë që unë jam në qelit e burgut në Belgjikë e tjerë, në mënyrë që dhe përgjigja ati ishte eksakte. Shkruar eksakt ashtu si që ka ardhur në institucion. Ashtu si që ka ardhur dhe pasaj nuk ka mbritur përgjigja juaj atje. Por përderisa e kishit një sinjal të tillë, ndoshta duhesh respektuar e drejta e babait për fëmijën e vet. Sepse ja u ka dhënë një sinjal shteti, nuk e ka ditë, sepse për të thënë që ka kaluar në Greqi fillimisht Arbeni dhe atje ka marrë Interpoli, me sa kuptoj unë, domethënë sepse edhe vetë tha këtë gjë. Familjarët e Arbenit e dinin se ku ishte familjari i tyre. Që ai ishte jashtë shtetit, ishte në Belgjik. Kështu që ndoshta duhet të ishte pyetur, jo ndoshta, po ishte detyrim ligjor për të pyetur. Por ju këtë e bazoni, se ne flasim me ligjin si që thatë juve, dhe unë jam e ligjit, ju e bazonin ato që s'ka pat interesim. Kështu që unë kthehem ke pika e pari, gjithçka që diskutova, që zotëria kur e la këtë fëmijë, duhet ishte shumë i qartë dhe njëkohësisht duhet kishte autorizuar nga familja e vet në mënyrë që ata të interesoheshin për djalin e vogël dhe në mënyrë që sot mos gjendesh përpara fenomenesh të tillë. Ju me procedurat, si thua, i keni të kopësitur, jeni në rregull, po diçka mungon, që nuk është pyetur babai, dhe njëkohësisht nga Arbeni mungon diçka që nuk ka autorizuar me një prokurë të posaçme, një nga motrat e tij apo dikën tjetër që të interesohesh. Në mënyrë që dhe kur të ndodhë. Ju thoni as lidhje telefonike nga motra e zotit Arben nuk ka pasur nga alla e fëmijës? Absolutisht. Mirë, atëherë kam një pyetje të fundit, zonja Ganaj. Në listën e fëmijëve që presin radhën për të birtësuar, pse i erdhi radha Enrikos? Nuk ka pasur fëmijë të tjerë përpara emrit të tij që mund ta kishit spostuar pak? Atëherë mund të themi që nuk ka një listë radhe, secili fëmijë ka problematikat e veta dhe ka qëndrimin e saktuar. Mund të ketë një përzgjedhje të këtyre fëmijëve, zonja Ganaj, si nuk pas ka një listë? Si përzgjedhin fëmijët ju që birtësohen? Fëmijët që birtësohen shikohen nga statusi i tyre në të cilën kanë hyrë në këtë institucion. Dhe si pas ligjeve në fuqi, është koha i shtetërimi në për institucione, ajo që përcakton se kur duhet të fillojnë procedurat për deklarim braktisje dhe më pas dosja për plotësimin e Komitetit Shqiptar të Birtësimit. Ju thoni që në momentin që Arbeni ka dorëzuar djalin tek ju, nuk ju ka thënë që priste të shkonte në Belgjik, të kryente dënimin dhe më pas do rikthente djalin. Kjo pjesë nuk është deklaruar. Po mirë, nga sa mbani mend se kanë kaluar shumë vite, 5 vite e gjysmë, çfarë ju ka thënë Arbeni në momentin që ju dorëzoi djalin? Tani, po e thoni tamam, është 5 vite e gjysmë dhe normalisht është një lloj komunikimi që është patur aty për aty dhe nuk mund të them diçka specifike të saktë që të shërbej për institucionin tuaj për momentin. Pak më përpara zonja Gana për të respektuar deri në fund dhe të falenderoj për këtë lidhje telefonike, thatë që prindrit e kishin braktisur dhe fjala braktisje. Sipas deklaratës notariale. Sipas deklaratës notariale. Fola të lexova çdo rresht të deklaratës notariale. Po, Arben, zonjën Olta e kene në lidhje telefonike, nuk e folur asnjë fjalë përkundrejt gjithë pretendimeve të zonjës Ganaj. Atëherë, ke folur Arben edhe njerë me zonjën që po shkon në Belgjik të kryesh dënimin dhe do rikthesh? I kam thënë. I ke thënë. Edhe i kam thënë dhe drejtorit të Shërbimit Sociale, ka folën telefon 2 ditë përpara se ta çoshet djalin. Kam besim ke ju, i thash, kam besim edhe ke Fatmir Neze. Ato fëmijët më jepshe interesimi deputetit nuk do të thotë që deputeti është përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë. Të kanë ndihmuar për momentin, paktën mund si përmendim emrin ditën e sotme. Tani si ka emrin ai nuk e di, tashim kujtohet. Po. Tha mos ki merak, tha, sikur të 50 vjet burg bësh, tha fëmijë se merr njëri në Vlorë. Po ja çfarë ka ndodhur Arben? Mua më vjen keq, megjithatë nga interesimi juaj për këta fëmijë të birtësuar. Më thuaj pak si është gjendja e djalit në këto momente. Mund të themi diçka? Gjendja e djalit është në kushte shumë të mira. Po. Pas nuk kam patur lidhje telefonike të vazhdueshme, ka patur dëshirë që të flasi jo vetëm me mua, por edhe me sa edukatore të stafit, të cilat kanë qenë shumë afër pranë
fëmijës dhe fëmija është vazhdon pjesën e kopshtit, se s'ka filluar shkollën akoma dhe shumë okej. Është shumë okej dhe është i atashuar, ndërkohë kur ka qenë Po, është i atashuar. pranë familjes birësuese, kur ka qenë momenti i fundit që keni folur me djalin dhe me familjarët birësues të tij? Para 3 muajsh më gabon. Para 3 muajsh dhe gjithçka është në rregull. Ndërkohë, psikologja Angela Priza, me sa duket në këtë pyetje të fundit timen, kërkon të drejtoj një pyetje për një informacion më të saktë. Po, Angji. Zonja Olta, përshëndetje. Përshëndetje. Doja të dija nëse djali i vogël, momentin përpara se ai të birësojë, ka ditur, ka informacione rreth prindërve të vet biologjik? Informacionet rreth prindërve biologjik janë dhënë në mënyrë të tillë, duke patur parasysh edhe moshën e fëmijës. Pasi në momentin që flasim ne mund të jetë një moshë e cila është po vete rreth 7 vjeç dhe është më i rritur, por ndërkohë në momentin që ka qëndruar pranë këtij institucioni ka patur një grup moshë akoma më të vogël. Do të thotë informacioni është dhënë për më shumë urdhro? I mban mend edukatorët që e kanë rritur apo janë kujdesur për ta? Okej, faleminderit. Faleminderit zonja Gana, faleminderit që ishe në këtë lidhje të gjatë telefonike, faleminderit për gjitha përgjigjet që i dhat pyetjeve tona. Faleminderit edhe një herë. Ndalojmë në një tjetër hapësirë publicitare dhe rikthehemi më një herë në studio. Ishte mi jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, ashtu siç po shikoni edhe nga plani i madh i regjis, në këtë moment ka shumë diskutime në lidhje midis zotit Arben dhe avokates, më një herë mbas lidhjes telefonike që patëm me drejtoreshën e shtëpisë të fëmijës në Vlorë. Ndërkohë që drejtoresha ka mohuar edhe pse ka pasur indikacione që ka mbritur një letër në shtëpinë e fëmijës në emër të zotrisë, është nisur një përgjigje në adresën nga ka mbritur kjo letër, megjithatë letra është kthyer mbrapsht dhe nuk ka pasur tentativa të tjera të shtëpisë fëmijës në lidhje me zotin Arben. Ndërkohë që në një seancë të vetme, gjatë zhvillimit të seancës së birësimit, ka qenë pjesëtare dhe zonja Aisha, nëna e voglushit, tashmë gjithçka ka përfunduar me birësimin e tij, djali është në gjendje të mirë. Zonja thotë që nuk ka pasur asnjë lloj interesimi të hallës së voglushit, që nuk e di a i kemi regjia në një lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Atëherë zonja Miranda po na krijon probleme në këto momente, motra e zotit Arben nuk po na përgjigjet në numrin e saj të telefonit. Atëherë të përfitojmë nga këto minuta që na kanë mbetur duke i dërguar edhe një SMS zonjës Miranda që edhe fjala e saj të jetë përkundrejt fjalës së vllajt apo drejtoreshës. Gjithsesi po ta jap fjalën avokate apo kërkon të dëgjosh Mirandën më parë jap Anxhit. Sepse ndoshta Anxhi mund të mbaroj komentin e saj. Atëherë Anxhi, gjithçka që u diskutuar në këtë studio, Arbeni ka ardhur me synime të qarta, janë përjashtuar nga pyetja në seancën e birësimit të djalit. Do luftoj me armët e mia, pjesën se si do luftoj me anë të ligjit, do na i thotë avokatja dhe ku kanë qenë klauzulat që kanë fundosur Arbenin, por gjithsesi interesimi i një babai 56 vjeçar që ka një fëmijë 6 vjeç, por ka edhe 2 djemë të tjerë rreth moshës 35-30 vjeç. Zonja Miranda është me ne, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Zonja Miranda, faleminderit që je me mua në këtë studio, po flasim për birësimin e nipit tuaj. Sa jeni interesuar ju nga viti 2011, qershori 2011-ës dhe deri në vitin 2014 ku është birësuar edhe nipi juaj? Ka pasur interesime pranë shtëpisë fëmijës Vlorë? Po. Si mund të vërtetoni këto? Në 2014, unë e kam marrë në telefon për punë e Enrikos, edhe ajo më tha që hajde sa takoj djalin, tha, se këtu është, është mirë, tha, bitë gjitha ajo e pas ka birësu në atë ko. Ajo më ka gënjë e mua. Po, 2011-2014, jeni interesuar, zonja Miranda? Më përpara kam pas problemet e mia, allët e mia, eme atë gjënë. Edhe nuk isha në gjëndë të mba një djalin në vlajit, se do të mba një. Unë e di, po, a je interesuar qofte edhe me telefonatat për periudhën 3 vjeçare? E ka marrë në telefon, edhe më ka thënë që hajde takoj djalin, se është mirë më ka thënë, edhe unë kam patë allët e mija dhe nuk kam shkuar të takoj, do të jam edhe smurë, me thënë drejtë. Ju kuptojmë dhe nuk po ju akuzon askush. Ju thoni në 2014-ën, zonja ju ka deklaruar që hajde një takojeni, ndërkohë që pak më përpara thatë ju në 2014-ën e pas ka birësuar, apo jo? Po, e ka birësuar, po. Atëherë, 2011-2014 jeni interesuar, apo jo? Më përpara e merë janë telefon, vetëm ka që me janë telefon e pysja si është djali.
Mirë më thoshte. A i ka ditur ndonjëherë drejtoresha e shtëpisë së fëmijës Vlorë që vllai juaj është në Burg në shtetin belg? Po, i kam thënë unë që është në Burg, po. I keni thënë ju, i keni deklaruar juve? Po, edhe ato e kinjen ajo, se i kam thënë që vllai im është në Burg. Pra, 2011-2014 jeni interesuar, edhe gjatë momentit të birësimit dhe procedurave të saj, ju jeni interesuar dhe drejtoresha ju ka thënë, hajdeni këtu për të atakuar Nipin. Miranda, faleminderit për këtë sqarim, kaq na duhej, ndoshta mund të kontaktojmë edhe një herë tjetër bashkë. Faleminderit edhe një herë. Angji? Duke dëgjuar zonjën Miranda dhe duke falenderuar, sigurisht që e besoj faktin që në 5 vite ajo ka telefonuar sikur dhe një herë të vetme në shtëpinë e fëmijës Vlorë për të interesuar për nipin e saj dhe mund të ketë marrë përgjigjet që drejtoresha i ka dhënë zonjës në fjalë. Megjithatë, përpos të gjithë kësaj historie, do të thoja që ndoshta nuk është e rastësishme kjo fatkesi apo ky rrugtim i shtrëmbët i zotrisë, i zonjës Aisha Emanuela tashmë dhe i fëmijës. Ne kemi të bëjmë me një bashkëjetesë me një diferencë moshe shumë të madhe. Ajo ka qenë 23 vjeç, zotria ka qenë 50 vjeç. Në momentin e shtatzanisë ka pretenduar se nuk e dëshironte shtatzaninë e saj sipas versionit të zotrisë, për 2 herë ka dashur që ta abortonte fëmijën, pra nuk ka qenë një fëmijë i dëshiruar nga të dy anët partneriale. Ajo mund ta ketë braktisur fëmijën për arsye të depresionit postpartum. Ka qenë shumë e re për të bërë nën, nuk ka qenë gati, nuk ka dashur që të rifillonte bashkëjetesën apo të krijonte një familje, dhe ndoshta ka qenë një situatë jo të mirë psikologjike dhe në një situatë jo të mirë në bashkëjetesën me zotrinë. E parë nga kjo pikpamje, zotria ka bërë vite të tëra Burg, 5 vite nuk janë pak. Sigurisht që ke shumë kohë të mendosh, ke një brerje ndërgjegje që ke braktisur fëmijën tënd, i detyruar sigurisht nga kushtet që zotria ka qenë. Jo më kohë t'i bëra pyetjen drejtoreshës zonjës Olta. Arsyeja pse ja bëra pyetjen nëse djali mban mend dhe është birësuar më vonë, do të thotë që ka një shpresë që zotria ta takojë djalin, sepse ai duke u rritur do të kërkojë dhe do të pyesi për prindrit e tij. Ndoshta influencon tek prindrit birësues dhe janë ata të parët që mund të marrin informacione të mëtejshme për prindrit biologjik të fëmijës që kanë birësuar. Shpeshherë kur njerëzit birësojnë një fëmijë duan t'i japin një familje, një ngrohtësi, një dashuri, t'i krijojnë atij kushtet të cilat do të ishin më pozitive dhe më dashamirëse për të rritur një qenie njerëzore, dhe në këtë rast, siç është një djalë i vogël 5 vjeçar në moshën ku ai është birësuar. Duhet kuptojmë edhe drejtoreshën që nuk jep të dhëna personale për sa i përket prindërve birësues apo për mënyrën se si rritet djali, ku jeton, ku ndodhen. Këto janë shumë konfidenciale për shkak të ligjit që mbron fëmijët që birësohen, gjithçka mbaron aty. Megjithatë, nëse prindrit birësues po na ndjekin, mund ta nisin ato hapin e parë për të kontaktuar me Nesi Media për t'i dhënë numrin e Arbenit dhe për t'i dhënë informacione në lidhje me djalin, apo mund të jenë të stepur. Sigurisht ne kemi të bëjmë me njerëz me zemër të madhe, që kanë një humanitet brenda vetes së tyre dhe kanë bërë aktin më human të japin një fëmijë, 2 prindër që e duan fort dhe investojnë për të dhe mbi të gjitha i japin atij një familje. A do ishte shëndetshme që fëmia të dinte në këtë moshë që është parashkollor, me sa dëgjova zonjën Olta që deklaroi drejtoreshën që gjendja e tij është e mirë, është në këtë familje, dhe ndoshta të ketë një bashkëveprim duke qenë se i është mohuar babait e drejta për të pyetur në seancën e birësimit? Sipas vendimit tim, ai do ishte shëndetshme për djalin? Ai është shumë i vogël, ai është në një moshë 6 vjeçar, duhet të jetë parashkollor tani, sepse vitin tjetër mund të përmbyllet duke bërë 7 vjeç. Duhet thënë që fëmia ka një psikik që nuk mundet të logjikoj dhe të abstragoj se si kanë rrjedhur ngjarjet. Ai mund të mbajë mend edukatoret që ka qenë vetëm me shumë fëmijë të tjerë dhe i shoqëruar. Jo për t'ia prezantuar Arbenin si babai biologjik, ë?
Nuk duhet t'ja prezentojmë? Jo për t'ja prezentuar, por ndoshta në jetën e voglushit, midis dy prindërve birësues jetë edhe prezente dhe Kjo është një nga gjërat më të shëndetshme. Kjo është një nga gjërat më të shëndetshme e vis që është e shëndetshme, pra. Në këtë formë që ju thoni, sepse unë kam patur dhe një rast të tillë, një fëmijë 3 vjeçar, nuk ishte prezantuar asnjëherë babai biologjik dhe ne ram në konsensus me nënën që e kishte në kujdestari, minimumi të mundet që ai të afrohej si një mik i familjes, si një mik i shtëpisë derisa të vinte koha për t'ia prezantuar. Sa vlerësohet ardhja në këtë studio me 30 orësh kthyer nga Belgjika ku ka kryer dënimin, ka kryer të gjitha tentativat e tij për ta kërkuar dhe për ta rifituar djalin sepse me këtë pikë synim është nisur zoti Arben dhe më në fund e bën edhe mediatike dhe kërkon të di edhe rrugën ligjore për ta përfituar djalin. Por edhe për vetë Arbenin, sa e shëndetshme do të jetë kjo situata tashmë ku ai të di se si është djali, si është familja në cilën jeton, dhe ndoshta pse jo edhe të bindet që më mirë ndoshta është në familjen birësuese se pranë tij. Zotëria ai ka dy djem të rritur, ashtu siç e tha edhe pak më parë, me kalimin e moshës njeriu bëhet më i ndjeshëm dhe sigurisht reflekton mbi vitet që ka ecur, që ka kaluar dhe se si mund të kishte ndryshuar ndoshta një pjesë të mirë të gjërave që ka bërë në jetë. Në këtë rast ai ka detyrimin e tij moral, shpirtëror, si prind, gjithçka për të njohur gjakun që ka dhe mbi gjitha për t'ia prezantuar dhe dy djemve të tij të tjerë. A kemi një përkufizim të ardhjes së tij tashmë dhe bërjes mediatike të problemit që ai ka? Me sa i besueshëm është ai në këto problem realisht? Për të qenë sinqert, sigurisht që ai ka pak ditë që është kthyer nga jashtë, domethënë nga burgu. Dhe ka filluar më njëherë dhe ka filluar e tij për të bashkuar me djalin. Kërkimet për djalin dhe kjo tregon që sigurisht dashuria e tij si prind është në maksimum dhe çdo sakrificë që ai po bën dhe ardhja sot këtu tregon se ai ka një interes shumë të lartë për djalin që kalon në shtëpinë e fëmijës. Të falenderoj Anxhi sepse duhet kaloj menjëherë tek avokatja kush është momenti që mund ta ketë penalizuar pikërisht Arbenin, por edhe të gjitha ato të drejta që atij ndoshta nuk janë kryer siç duhet në momentin e seancave të birësimit të djalit. Që ne i përmendëm, por do t'i ripërmendim dhe si mund ta rifitoj djalin. Si mund t'i rikërkoj këto të drejtat e tij? Unë nuk kam parasysh vetëm rastin e Arbenit që është sot në këto studio, i cili me vendosmëri kërkon që të kontaktoj me djalin dhe të jetë djali i tij. Kam parasysh dhe raste të tjera. Ajo që e ka fundosur, si shtat ju, është pikërisht deklarata notariale që ka nënshkruar Arbeni dhe Aisha, apo Emanuela, që këtë fëmijë që në atë kohë ka qenë gati 7-8 muajsh, thot për arsye ekonomike, ne e braktisim fëmijën tonë Enrico. Pra, fjala braktisje e përpiluar nga noteri përkatës. Sepse, të më thonë, braktisja shpallet me vendim gjyqi, atë që përmendi drejtoresha e qendrës së shërbimit social apo shtëpisë fëmijës, siç i themi ne në Vlorë, që e bëri dhe me ligj e shpallit të braktisur, sepse asnjë nga prindrit nuk interesohej. Unë insistoj këtu që njerëzit, noterët janë njerëz të ligjit. Kur përpilojnë një deklaratë notariale, duhet i shpjegojnë të gjitha pasojat që sjell ky nënshkrim. Sepse njerëzit që shkojnë në një zyrë notariale nuk janë njerëz të ligjit, janë qytetarë të thjeshtë, ndoshta nuk kanë njohuritë e dura për ligjin, sepse për momentin i është dukur shumë normale, po e braktis, ka thënë Arbeni, sepse ka ndjerë që po e afrohesh rreziku i arrestimit për një vepër që ka kryer në një shtet tjetër. Më duket kontradiktore dhe braktisje dhe arsye ekonomike. Pra, arsyeja ekonomike do të thotë që unë e lë derisa të rifitoj anën ekonomike dhe ta rimarr pastaj. Nuk është pak kontradiktore kjo thënie? Për të qenë realist. Arbeni ka dashur që t'i shpëtojë atij dënimi. E ka ndjerë, si duket kanë njoftuar dhe ka kaluar, ka dalë nga Shqipëria, ka shkuar në Greqi. Natyrisht tani kërkesat e Interpolit janë internacionale, kështu që e kanë kapur, e kanë ekstraduar në Belgjik, ku ka kryer dhe dënimin, e mbaroi atë dënim.
i ka patur kohën e duhur për të menduar shumë gjatë edhe është rikthyer. Në atë moment ka qenë në Nankth. E para kishte një bashkëjetuese, Aishën, e cila nuk ishte përgjeshme, por derisa thotë që e hodhin në kazanin e plerave. Është rast skandalos. Dhe unë këtu mund të them edhe një gjë, që nuk e mendoj dot që mirë në vitin 90 edhe 2000 që shqiptarët ishin të tronditur nga fenomenet e reja. Por në 2011 ti të arrish të sjellësh një fëmijë në jetë, pa qenë ndërgjeshme që s'është do të ndodhë me këtë krijesë që sjell, mua më duken këto raste. Po edhe në 2016 që sapo lam edhe mbyllëm përpara disa muajsh u gjetë pikërisht në zonën e Brylit një foshnjë, apo jo? Këto, prandaj them, në qoftë se ka bashkëjetesë dhe konkludohet, duhet të konkludohet midis dy partnerëve që do të sjellim një fëmijë në jetë, nuk duhet vinë fëmijët kështu si rastësisht, po duhet vinë në jetë me përgjegjësinë e të dy prindërve për të arritur dhe për të edukuar. Kështu që në këto kushte Arbeni është gjendur në tensionin, në ankthin e një arrestimi, njëkohësisht, edhe ti një bashkëjetuese e cila nuk ishte e përgjeshme për fëmijët. Dua ndaloj në një moment tjetër zonja Beqiri për ta bërë më atraktive dhe bisedën tonë, me ndërhyrjet e mia të kërkoj ndjesë, por dua të dalë në krah të këtij babai 56 vjeçar që kërkon djalin. Atëherë duket sikur në lidhjen telefonike me drejtoreshën e shtëpisë fëmijës Vlorë, në kornizën e kësaj telefonate gjithçka ishte në rregull. Por me disa investigime tona, me disa pyetje tona, qoftë edhe me lidhjen telefonike me zonjën Miranda, e cila deklaron që jam interesuar dhe drejtoresha thot që nuk është interesuar. Atëherë, babai pas ka dërguar një letër që e pohoi vetë drejtoresha. Ne, thot drejtoresha, kemi dërguar një përgjigje të kësaj letre, por që kjo letër përgjigje i është kthyer mbrapsh. Asnjëherë nuk është pyetur në seancat e birësimit ky zotëri, edhe pse zyra e imigracionit i ka thënë dhe i ka orientuar se ku mund gjendet babai. Europoli ka kërkuar në Shqipëri. Shqipëria dinte se ku ishte shtetasi i saj. Pavarësisht se është kapur në Greqi se ka dashur të shmanget dënimin, është e drejta zotërisë dhe ai nuk ndihet as pak krenar për atë që ka bërë, se e tha pak më përpara. Atëherë, duke qenë se janë thyer disa nga rregullat dhe ligjet dhe të drejtat e këtij individi, çfarë mund të themi në këto momente se Arbeni një nga domosdoshmëritë dhe këmbguljet ka t'i rikthejë djalit? Nëse kam kohë mund të them dhe një gjë tjetër, se kemi patur raste kur bëjnë një deklaratë notariale, japin janë dakord për adoptim prindi dhe pastaj bëhen pishman. Sepse vjen një kohë që fillojnë të reflektojnë e tëra. Kështu që periudha 3 mujore, Arbeni duke shkruar asnjë periudhë 3 mujore. Çfarë ajo e shpjegoj? 3 vjeçare, po. Duke kaluar tek rasti konkret. Është bazuar natyrisht shtëpia e fëmijës ke kjo deklaratë notariale, por motra Arbenit na tha që është interesuar. Arbeni pas ka dërguar një letër në drejtorinë e shtëpisë. Ajo thot një letër ka shkuar. Kështu që këto indicie se ku ndodhej Arbeni i kanë patur. Dhe kështu që është një nga shkeljet e ligjit që nuk është pyetur babai. Ose duhet njoftohesh motra, ose duhet i shkruhej një letër drejtorisë së burgut, atje ku ishte shtetasi Arben, shtetasi shqiptar, në mënyrë që ky të jepte konfirmimin e tij nëse ishte dakord apo jo. Duke patur parasysh që është shkelur kjo procedurë në adoptimin e djalit Arbenit, e ka të drejtën e lishme që të kërkojë që ai vendim të shpallet, domethënë ta kundërshtojë atë vendim të gjyqit, të kërkojë së pari që të rivendoset në afat e drejta e kundërshtimin, dhe këta ai pa e vonuar mundet ta kërkojë, sepse po të kushte në fund të tunelit e errët që Arbeni mendonte se kishte. Patjetër, kodi civil, kodi procedurës civile i jep të gjitha mundësit duke bazuar në të drejtat që kanë shtetasi. Ai nuk ka qenë e provon me datën e hyrjes në Shqipëri, kur është kthyer në Shqipëri, kështu që ka të drejtën që ta kërkojë, ta kundërshtojë këtë vendim dhe pastaj është një procedurë tjetër, është përsëri gjykata e cila do të vendosi. Duke patur parasysh interesin më të madh, interesin e fëmijëve, natyrisht që ka ekspert psikolog që do studiojnë të gjitha rrethanat në të cilat është fëmia në familjen e adoptuar, por edhe rrethanat e Arbenit, të cilat ndodhet Arbeni, do të studioj marrëdhëniet, lidhjet afektive që do t'i verifikoj në kontakte i gjoja të rastësishme. Këto ja punë të ekspertit psikolog dhe pastaj është pikërisht gjykata, ky organ vendimars i cili do vendosi nëse fëmia i vogël do të vazhdojë të jetojë në familjen e adoptuar apo do t'i kthehet Arbeni, apo nëse do të vendoset një mënyrë tjetër kontakti, në mënyrë që ai
ai të mundet ta ndjej dhe ngrohtësinë e babait biologjik, edhe pse jo një ditë se ai kur të mbushi dhe 18 vjeç ka të drejtën pastaj të vendosi vetë se çfarë marrëdhëniesh edhe juridike, ligjore, përveç marrëdhënieve shpirtërore që mund të krijojë me Arbenin. Unë e një lloj lehtësimi të Arbenit mbas interpretimit ligjor të Unë e kuptoj shumë mirë sepse kalojnë vite dhe njeriu bëhet dhe më sentimental dhe për fëmijët bëhet me një debulesë të jashtëzakonshme, nuk e pengon ligji që ai të jetë. Megjithatë, nëse gjithçka është treguar në mënyrë transparente nga ana e Arbenit dhe unë dua ta besoj këtë gjë, atëherë Arbenit me të vërtetë janë shkelur të drejtat, dhe nëse të gjithë e kanë ditur që ai po shkon të kryente dënimin dhe e kalon vetëm për një periudhë kohë në shtëpinë e fëmijës dhe do rikthehej. Nuk e di pse dua ta besoj Arbenin, megjithatë ju e interpretuat ligjin ashtu siç duhet. Njerëzore që ka ai për fëmijën e vet, kështu që çdo kjo është një shkelje e hapur e të drejtave të këtij babai. Është në interes të atij fëmijë i cili kur ka një baba biologjik është shumë mirë që të gëzoj babain në vërtet, megjithatë në momentin që ndodhet fëmia dhe Arbeni duhet ta kuptojë që nuk mund t'i prishi dot qetësinë në cilin ai ndodhet. Megjithatë do ndjekë rrugën ligjore që ju deklaruat pak më përpara dhe do jetë përsëri gjykata që do vendosen në interesin më të lartë, atë të voglushit 6 vjeçar. Ju falenderoj të dyave për prezencën në këtë studio. Arben, vjen lajm i mirë nga avokatja zonja Nexhi Beqiri në interpretimin e ligjit, pra të janë shkelur të drejtat që ne deklaruan pak më përpara. Jemi lidhur me gjithë komponentët kryesorë të gjithë kësaj ngjarje. Do doja të dija, sepse ju ma thatë edhe gjatë hapësirës publicitare të fundit, që do luftoj deri në pikën e fundit, apo jo. Megjithatë, le t'ja themi edhe një herë teleshikuesve, po pa e trembur atë familjen birësuese, sepse edhe ajo familje Arben ka një rol të veçantë në rritjen dhe edukimin e fëmijës tënd, apo jo, duhet falenderuar dhe ajo familja. Më thuaj pak, kush është fjala e fundit? Në radhë para nuk e mora sepse ishe i kërkuar me Europolin edhe nuk është shaka se unë dishe ta merrja me vete djalin. Mos u shfaqso më se jemi në fund. Të lutem të përcjellim një mesazh. Sa do të luftosh për të kërkuar të drejtat e tua? Derisa Je emocionuar, a? Po familjes birësuese, çfarë do t'i themi? Do t'i themi diçka Arben? ata janë të pafajshëm. Shumë respekt. E konsideroj tamam si motrën time, si babajnë tim. Arben, të pret një luftë e madhe, një betejë e madhe gjyqësore, megjithatë duhet forcë kurajo. Thash edhe një herë, ke qenë gjithmonë në një presion të madh psikologjik dhe emocional. Megjithatë ke përballuar këtë transmetim sotëm dhe për këtë dua të falenderoj. Falenderoj dhe për mesazhin e fundit që i dham familjes birësuese. E konsideron si pjesë të gjakut tënd këtë familje sepse është interesuar shumë për djalin tënd. Respekt. Miqtë mi, i mbytur nga emocionet e dha në fund të emisionit mesazhin e tij ky 56 vjeçar për familjen birësuese, por që do të luftoj deri në fund për të kërkuar të drejtat që janë mohuar si baba biologjik në lidhje me birësimin e fëmijës së tij 6 vjeçar. Bashkë do takohemi nesër në mesditë me një tjetër histori njerëzore, me një tjetër histori shqiptare. Ndërkohë ju vazhdoni jepni mendimet dhe opinionet tuaja në faqen tonë të Facebookut. Emisioni me zemër të hapur, në këtë faqe Facebookut mund të bëni edhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të studios emisionit tonë. Bashkë takohemi nesër në mesditë, deri atëherë mbasditë të këndshme.